Ndryshimi i stinës shpesh sjell edhe dëshirën për një pamje të re dhe vjeshta, është koha ideale për ta bërë këtë. Sot në studio kemi kënaqësinë të bashkëbisedojmë me Hamza Maslanin, artistin e flokëve, që di t'i kthej flokët në art dhe që është gjithmonë në hap me trendet më të reja të kohës. Me të do të flasim për ngjyrat që do dominojnë këtë vjesht, për kujdesin ndaj flokëve dhe për mënyrën se si një ndryshim i vogël në pamje mund të sjell shumë vetbesim te neve gratë. Përshëndetje Hamza dhe mirë se më erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën Aida. Është shumë kënaqësi që të kem tani përballë. Faleminderit. Ndryshe nga herat e tjera, duke me rregulluar flokët. Sot total diçka ndryshe. Hamza, për gjithë ata që nuk të njohin dhe nuk kam pas rastin që të shohin në emisione deri më tani, ne të njohim si artist të flokëve që i kthen flokët vërtet në art, e thash me plot bindje dhe shembull konkret që e kam parë disa herë. Po më thuaj si nis një ditë për Hamzan, me kafe, me shamponin e duar apo me stilimin e flokëve? Unë në mëngjes zakonisht zgjohem herët mëngjes. Dhe zgjohem me super energji, e kam si zakon kështu ha mëngjes, herët ha mëngjesin. Faleminderit nga nëna që më bën çdo ditë mëngjes. Zgjohet herët për mua dhe më bën mëngjes herët. Dhe nuk del për punë pa ngrënë mëngjesin në shtëpi, ha mëngjes dhe nis ditën për në punë. Ora 9 zakonisht mbri në punë. Gjysore kam bëj terminet për ditë të tjera dhe rregulloj kasën, pastaj në orë 10 vijnë klientët dhe gjysore tjera bëj para përgatitje para që të filloj me klientin. Unë e di që ti shumë herët e ke nis këtë profesion, shumë kohë më herët, por që asnjëherë nuk të është zbehur energjia për këtë punë, me shumë pasion e punon. Hamza, a ke ndonjë ritual magjik kështu që të mban me kaq formë dhe dashuri për punën që e bën? Magjia ime është dashuria për punën që kam dhe kur shoh klientat që ndihen mirë, më jep fuqi dhe energji për gjithë ditën. Pa dyshim që bashkëpunimi me ta është shumë i rëndësishëm pastaj për t'i arritur të gjitha rezultatet që i ke bërë në shumë flokë të klientëve, tani e 10 vite, Po, 10 vite, shumë shpejt po shkojnë vitet. Kur e bëjnë atë ndryshim, Hamza, tani edhe para 10 viteve, sigurisht që edhe moda në flokë ka ndryshuar, edhe ngjyrat ndryshojnë zakonisht, normal. Dhe është shumë e rëndësishme pastaj që ta kesh bashkëpunimin e duhur me klientët për t'i bindur se kjo ngjyrë shkon, për shembull, në këtë stin dhe jo ajo që po kërkon. Eksakt. Unë dhe me thonë, zakonisht në këtë kohë të vjeshtës, i rekomendoj klientët që të kenë tone më të ngrohta, si ngjyra karamel, bakri dhe ngjyrat e arta që ju japin shkëlqim dhe butësi flokëve. Kur jemi te stina e vjeshtës, Hamza, më intereson si po ndikojnë tani temperaturat ulta dhe lagështia në mirëmbajtjen e flokëve te klientët. E kemi tani pak më të vështirë, sepse ka lagështi, dhe me thënë, gjatë tash kohës fundit që nisi ftofti, ka nis flokët të thahen më shumë nga ftoftësia jashtë dhe ngrohtësia brenda, ndërsa lagështia i bën flokët më të padisiplinuar dhe më pa formë. Prandaj i këshilloj klientët që të bëjnë tash të përdorin më shumë vajra dhe krema mbrojtës. Do të thënë me preparate mund të rregullohen këto çështje. Po, mund të rregullohet, po. Në këtë kohë të ftofta patjetër duhet të përdorin krema mbrojtës ose vajra mbrojtës, sepse për shkak se të ftoftit kanë filluar dhe t'ju thanë flokët. Jep këshilla vazhdimisht në sallonin tënd, Hamza, për çdo klient që ti ke flokët kështu, nuk bën kjo dhe ti ke kështu, i pranojnë me shumë dashuri dhe pozitivitet këshillat e tua? Po, unë jam tip... Sepse për këshillat kemi këtu sot. Po, patjetër. Po, unë jam tip më i qetë dhe normal, ja spjegoj mirë dhe gjithherë klientët mi presin këshillat dhe mi morin si fjalë të mira. Hamza, si mund të kemi flokë të shëndetshme dhe të bukura gjatë stinës së vjeshtës, si duhet i mirëmbajmë? Në vjesht duhet të bëjmë sa më shumë trajtime me maska xhana dhe duhet të largohen nxehtësisë së tepërt të fenirimit ose stilimit. Duhet dhe me thënë më shumë të mbajmë vetëm të terur, a? Po, nuk është mirë t'i stilojsh çdo ditë. Okej, mundet mi stilu, po njëherë njaftë ose diherë njaftë. Jo, ka klient që i lan flokët çdo ditë dhe i stilon. Nuk e preferoj në vjesht, për shkak se edhe
ftoftit thahen më tepër flokë. Kur jemi te larja e flokëve, unë kam dëgjuar se sa më rralli lan flokët, aq më të shëndetshme mund t'i kesh. Është kjo vetëm e thënë apo është e vërtetë? Është e vërtetë, për shkak se sa më shpesh e lan flokën, normal e thanë edhe me fen, e stilon edhe normal që e dëmton. Dhe sa është e preferuar në javë, për shembull, që të lahen flokët dhe të stilohen? Varet shumë pillojt flokës. Ka klient që ka flokë të dendur dhe flokë agresive që mund t'i laj një herë në javë. Ka flokë që është me dobët dhe e butë dhe që duhet të lahet më shpesh. Por unë i rekomandoj sa më rrallë që mundën është aq më mirë. Aq më mirë. Po më thuaj se cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjnë klientet në stinën e vjeshtës? Gabimet më të zakonshme në vjesht. Edhe që i sheti drejt për drejt në salonin tënd. Po, janë që e vazhdojnë të njëjtën rutinë si në verë. Dhe me thonë në verë normalisht i lajnë flokët më shpesh i stilizojnë. Tash duhet të bëjnë sa më shumë trajtime me maska, me gjana, që ftofti i bën më të thata, patjetër duhet të bëjnë më shumë trajtime në vjesht. Kur jemi te ngjyrat, sepse është shumë e rëndësishme të dimë edhe ngjyrat e vjeshtës, ti e përmende pak a shumë që ngjyra bakër dhe karamel janë më në trend, por këto hyezimet janë duke u përdorur ende tani dhe shkojnë në stinën e vjeshtës, çfarë preferohet më shumë? Po, zakonisht këtë tone rekomandohen në vjesht, si ngjyra karamel, bakri dhe tonët e nxehta, tonët e ngrohta. Ne, përderisa po flasim, ne po i shohim edhe disa fotografi, edhe unë dola aty. Se prita këtë foto. Momenti kur mi ke rregulluar flokët dhe i ke kthyer vërtet në ngjyrën e preferuar timën, po shohim edhe disa kliente të tjera me ngjyra më të hapura, më të ndezura dhe kështu me radhë. Po stilimi, si preferohet zakonisht kur vendoset ngjyra? Është kërkesë e klientëve ose në bashkëpunim me ty? Si i stilon flokët zakonisht? Po, zakonisht e bëjnë një konsult, dhe me thonë e shoh klienti deri ku don me arrit me stilin, dhe pastaj e gjejmë një gjuhë përbashkët dhe vendosim deri ku dojmë me arrit me stilin. Në momentin që atë ditë vendosë ngjyrë apo edhe shatir, është mirë që disa ditë pastaj që mos të stilohen, mos të djegën ose? Po, është mirë, normalisht edhe kur bën shatiri, është mirë me përdor edhe me rujt, me përdor preparate për mbrojtjes të stilimit. Sa i respektojmë këto këshilla nga artistët e flokëve? Ne klientët jemi të dëgjuar apo jo? Kemi klientët dhe të dëgjuar, po kemi klientët që i stilojnë shumë shpesh flokët dhe i maltretojnë shumë. Kemi lloj klientësh. Do me thonë, ka klientësh që normalisht e ka patjetër për shkak të punës që duhet të stilohet floka çdo ditë dhe normal ju rekomandoj sa më shumë të përdorin krema mbrojtës. Prandaj unë kur vite ti nuk më thua që mos i stilo flokët se atë punën. Te ki patjetër. Unë e kam patjetër, ndërsa ka të tjera që nëse vërtet nuk janë shumë pjesë e mediave apo edhe pjesë, më fal, publike, nuk është që duhet çdo ditë të stilohen. Po, nuk e rekomandoj. Po, duhet të mirëmbahen, duhet maska, vajra, ushqise, patjetër duhet të përdor. Bën ti tretmane në salonin tënd, Hamza? Po, kemi shumë tretmane. Kemi tretmane me botox, maska, ushqise dhe shumë të tjera, që i rekomandoj që duhet të bëhen në këtë kohë të ftofta. Janë të përcaktuara pastaj me ndrimin e sezoneve, stineve bën këto tretmane ose varësisht nga nevoja e flokëve? Varet edhe pi llojit flokës, po ka edhe tretmane që i përshtatet stinës së kohës. Padyshim. Sigurisht që një bashkëpunim të mirë edhe me klientët, padyshim që rezultati final është më i miri ai që mund të shohim edhe që po e shohim në fotografitë e prezantuara. Ngjyrat e ngrohta si bakri, karameli apo edhe nuancat natyrale po rikthehen fort. Shumë e më shumë viteve të fundit. Cilën nga këto ngjyra në fakt e realizon ti me më shumë dëshirë dhe pasion? Apo e sheh klientën dhe e vëren se cila mund t'i shkojë më tepër? Do me thonë, po në këtë kohë të vjeshtës zakonisht këtë tone i preferoj, por varet për klientit, stilit të saj dhe
normalisht mundona maksimum me përshtat për ftyrën e klientit, edhe tonin, edhe stilin, edhe gjithçka. Është njëra nga këto më e vështira për tu realizuar pastaj për të arrit atë nivelin që dëshiron? Për ngjyrën më e vështirë kisha cek ngjyrën bjonde në gri, tek ato klientët që kanë flokë më të errët. Jo që e kam aq problem, por merr më shumë kohë derisa të arrihet. Por ja vlen sepse ka një pamje unike. Mund të arrihet ajo me një tretman, me një ngjyrosje ose me një trajtim? Po varet është edhe për llojit flokës klientit. Ka një klient që arrihet për një herë, ka një klient që duhet të bëhet disa faza derisa të arrihet ai moment që don me arrit klienti. Në stilin e vjeshtës duhet të bëjmë edhe rifreskimin e flokëve duke i prerë ato. Po, patjetër. Sa duhet shpesh të i prejmë flokët tani në stilin e vjeshtës, dimrit dhe cilat janë stilimet që po shkojnë më shumë kohëve të fundit? Ato të shkurtra, bob, të gjata, klasike? Po, unë i rekomandoj klientët që t'i prejnë flokët në çdo 2 muaj dhe sa për prerjet po, tash më in janë flokët bob dhe flokët e shkurtja me një prerje, me një volum natyral. Por sa i përket, për mua është shumë kryesore të përshtatet me fytyrën dhe stilin e klientit. Po, ajo për mua gjithherë është në modë kur i përshtatet stilit dhe për fytyrën e klientit që përshtatet. Po nëse një klient të vjen me flokë të dendura, me shumë volum dhe një tjetër me shumë të dëmtuara, cilën e ke më vështirë pastaj që ta arrish rezultatin e kërkuar nga ajo? Te flokët shumë të dëmtuar, për shkak se te flokët e dëmtuar më duhet shumë kohë e gjatë derisa të rikthehet ajo flokë përsëri siç ka qenë më herët. Duhet shumë trajtime, duhet shumë kohë derisa të arrihet prap floka me shkëlqim dhe... Po dhe të ato flokët e dendura, jo që e ke leta për të ruajtur atë natyralën. Po, mu zakonisht edhe më pëlqejnë flokët e dendura. Disi kur rregulloj flokët e dendura, disi shifet puna që rregullon. Më pëlqejnë. Po, flokët që janë me shtesë tani që po mbahen kohëve të fundit ose ndryshe siç njihen extension? Po. I preferon ose jo? Nuk i preferoj të gjithë klientët. Ka klientë shembull edhe nuk preferoj shumë fija. Okej, ka një klient që ka më pak flokë dhe dëshiron pak sa për volum, mundet. Ama tash që shoh shembull që bëjnë shumë ndryshime drastike, nga shumë të shkurtra për shembull shumë të gjata. Nuk i preferoj. Ti je më natyralen më shumë? Unë kam qef më duk natyral. Çfarë të pëlqen më shumë, Hamza, në këtë profesion dhe që po ushtron tani e 10 vite? Procesi kreativ, transformimi te klientët apo edhe kontakti me njerëzit? Më pëlqen procesi kryes dhe transformimet. Ai momenti kur shoh klientët që ndihen mirë dhe shkëlqen nga ndryshimi, ai moment është më i bukur i profesionit tonë. Më pëlqen edhe kontakti me njerëzit, më pëlqen shumë. Me gratë, sidomos. Unë jam rritur kështu edhe normal që më pëlqen. Gratë më shumë muhabet kanë se sa punë. Jam mësuar gjatë kohë. Unë e di që ti je shumë preciz në punën tënde, përveç se i mirëpret me shumë dashuri të gjitha klientët. Edhe muhabetin nuk e le mangu, edhe puna, por mbi gjitha është puna. Po, mbi gjitha është puna, por besom që edhe muhabetin që e bëj me klientë normalisht sa më shumë që bëj muhabet diçka e kuptoj botën e saj, po, karakterin dhe e shoh deri ku muj me arrit me stilimin e saj, edhe ajo më ndihmon në këtë profesion. Kjo është ajo që të ngjall më shumë dhe të mban, besoj. Eksakt, po. Ke një shpirt artisti definitivisht, Hamza. Po më thuaj se cili është trendi që do doje të ktheje përsëri në modë? Do doja ta ktheja stilin e viteve 90-ta, ku atëra ai stil kishte pasur flok me plot shkollqim, volum dhe flok plot jetë. Për mua ai stil kishte karakter. Por që është e vështirë të kthejë ataj stil, sepse ku me i gjetë ato flokë me shumë volume, me shkëlqim, të dëmtuar sa s'duhet, sa s'duhet. Po, tash shumë i maltretojnë flokë, ka klientët që shumë i maltretojnë flokë, normal i dekolorojnë shpesh, i stilizojnë shpesh, edhe normal që ka ndryshime prej atë kohë deri tash. Si ndihesh, Hamza, kur një klient e largohet nga salloni me plot të buzëqeshje pas transformimit që ja bën të flokëve?
Ndihem shumë mirë, shumë i lumtur dhe shumë krenar. Disi ma jep një energji që më zgjat shumë kohë. Shumë ndihem mirë. Ta shton motivimin. Po, ma shton motivimin, por të zgjatur dhe më shumë dhe për të bërë transformime tjera. Në salonin tënd ke edhe bashkëpunëtorën tënde Naxhien, të cilën e përshëndesim, që të qëndron gjithmonë pranë dhe që... E përshëndesim shumë, po. Pa Naxhien nuk më funksionu. Nuk mundesh, a? Nuk mundem. Naxhien njësh e kemi, ajo ka filluar me njerë që ta vjedh, atë zanatin tënd. Po. Është shumë e rëndësishme pastaj, se nëse ti mungon një ditë, je i sigur që Naxhia mund ta kryej. Po, esakt. Atë punë me klientët. Po, pa dyshim, ekstrem pa dyshim. E di që kam shumë besim të Naxhia dhe jam shumë faleminderuese që e kam për kratë punës. Po, pjesë të punës, ekstrem jam faleminderuese. E nisni ditën bashk, çdo herë? Çdo ditë. Kafën e mëngjesit besoj në salon e pini, a? Po, zakonisht unë edhe nuk pi shumë kafe. Jam tip që që cika më herët, ha mëngjesin dhe... Direkt me punën, startan. Jam një tip që nuk pi shumë kafe. Po. Hamza, cilat janë këshilla që do i jepje për gjitha vajzat e reja dhe për gjitha ato që duhet t'i ruajnë flokët me shumë fanatizëm, nuk duhet t'i dëmtojnë, sidomos tani në stinën e vjeshtës? Këshilla që do t'ju jepja që e cika edhe ma herët, që mos të bojnë stilime të shpeshta, t'i ruajnë nga cilësia dhe të bëjmë sa ma shumë trajtime, të përdorin shampona që ai shampon është për ato flokë. Shumë dhe me thonë që tash ka që edhe përdorin shampona që nuk i përshimbull, merë një shampon veç nëse shef në rrjetet sociale, mendon që kam një përshtat edhe ati klienti, që nuk e rekomandoj as pak. Shumë është kryesore që të bëjnë një konsult me perukerin, që për ato flokë të përshtatet dhe shamponi ose maska që duhet të përdorë. Kur jemi të shampon, se unë kam dëgjuar që kohë të gjatë nuk duhet të përdorët i njëjti shampon. Është e vërtet kjo? Po, është pak e vërtet. Se disa, për shembull, ka shumë persona që njoh unë, gjatë gjithë jetës e kanë përdorur të njëjtin shampon. Ndërsa të tjerë ndrojnë çdo muaj. Po, dhe me thonë ka kliente që përdor shumë kohë gjatë një shampon dhe pastaj unë ja rekomandoj pak me ndryshu, për shkak se pastaj fillon një njëjti shampon, mos t'i reagoj njëjtin gjë. Dhe është mirë me ndryshu, po shumë është kryesore të konsultohet me parukerin për atë shampon. Që ti përshtatet varësisht nga qimja e flokëve, se çfarë kërkon, shumë është kryesore, po. Ta shoh që shohin në rrjetet sociale që ai shampon është i mirë dhe krejt shkojnë e marrin, që nuk është e duhur ashtu. Se normal, nëse dikujt i përshtatet nuk mundet, po tjetrës jo. Po, nuk ti përshtatet. Sa të kanë ndihmuar ty edhe rrjetet sociale, Hamza, për ta promovuar punën tënde, se shohim që je shumë aktiv. Klientët shumë shpesh i shohim në rrjetet sociale, transformimet e flokëve, ashtu siç i pam edhe në këto fotografi. Sa i përket rrjeteve sociale, për një kohë të shkurtër, kemi pasur realizime shumë të mira. Dhe disi jemi shumë faleminderues për këtë gjë. Unë e di që shumë shpejt tani e ke hapur Instagramin, nuk e funksionuar me Instagram më herët, me termineve të. Po, disi reagimet e mira po na bëjnë që të kemi më shumë vullnet që të vazhdojmë edhe më fort. Ndodh që të vinë me fotografi nga Instagrami, unë dua si Aida flokët për shembull. Po, ndodh, sidomos klientat e ri që vinë, ndodh shumë që vinë me fotografi, por ajo konsultja që kam një 5 minuta konsult shumë më ndihmon. Disi kur i konsultoj, va tregoj se shka ju përshtatet më shumë për fytyrën toni, për fytyrën e saj dhe besëm që pastaj... E luan rolin e psikologut. Esakt, dhe disi pastaj kur u e spjegoj, e kuptojnë që është ma mirë ashtu si që temon, edhe normal e përshtati për stilin deri ku ajo mendon dhe e gjejmë një gjuhë për bashkët. Po. Hamza, unë dëshiroj shumë suksese në punën tënde dhe në këtë rrugtim që i ke nisur tani e 10 vite. Ato që janë klientët tua e dim punën tënde që e bën dhe pasionin për këtë punë. Ato që s'janë, mendoj që me këto fotografi që i shohin edhe në rrjetet sociale, edhe sot në emision, bindën se vërtet din të bën transformime ashtu si çdo klienta dhe në të mirën e saj për një flokë sa më të shëndetshme. Faleminderit, jam shumë faleminderues për çdo klient që disi... Të ka zgjedhë Po, më zgjedhë mu dhe disi më beson. Edhe kur vjen ka ndodhur që edhe klient
që vjen ditën e parë disi ka shumë besim të konë dhe njihet shumë mirë. Ajo për mua është shumë kënaqësi dhe jam shumë krenar. E kanë dëshmuar këto, edhe unë e kam dëshmuar. Për ndryshe Hamzën e kam edhe stilistin tim të flokëve, kështu që e them publikisht dhe hapur që është njëri ndër më të mira që kam njohur deri më tani. Hamza, faleminderit dhe shumë suksese në punën tënde. Faleminderit për gjithë klientët që ma jepni besim, që keni besim tek unë dhe që vini çdo kohë. Atëherë të dashur miq, ishte edhe kjo biseda që po japim fund në emisionit për ditën e sotme me shumë këshilla nga Hamza, nga stilisti i flokëve, i cili na mësoi se si duhet të mirëmbajmë flokët tani në stinën e vjeshtës dhe cilat janë preparatet kryesore që nuk duhet të na mungojnë në sirtarin tonë në këtë stinë dhe cilat janë ngjyrat më të kërkuara për stinën e vjeshtës dhe prerjet e flokëve. Ne do shihemi prapë nesër në të njëjtin termin, por me kolegen time Xhananin. Mirupafshim dhe ditë të mbarë me programin e TVM2.